Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 10, shohim paragrafin, harrova cilin tha. Është historia Kornelit. Është kapitulli i 10 tek Veprat e Apostujve, paragrafi 44. Ndërsa Pietri ende po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rrethprerë, të cilët kishin ardhur me Pietrin, u mrekulluan që dhurata e frymës të shenjtë u shpërnda edhe mbi jo hebrejt. Sepse dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin, atëherë Pietri filloi të thotë: a mund të ndalojë dikush ujin që të mos pagzohen këta që kanë marrë frymën e shenjtë pikërisht si ne? Kështu urdhëroi që ata të pagzoheshin në emër të Zotit Jezus. Ata pastaj ju lutën të qëndronte disa ditë me ta. Ndërkaq apostujt dhe vëllezërit që ishin në Jude morën vesh se edhe jo hebrejt kishin pranuar fjalën e Perëndisë. Dhe kur Pietri u ngjit në Jeruzalem, ata që ishin rrethprerë haheshin me të duke thënë ti hyre në shtëpitë e njerëzve të pa rrethprerë dhe hëngër me ta. Por Pietri duke nisur nga fillimi u shpjegoi atyre me radhë ngjarjet duke thënë: unë po lutesha në qytetin e Jopës kur u rrëmbeva në ekstaz dhe pash një vegim, një send që i ngjante një çerçafi të madh të kapur në të katër cepat, po zbriste si të ulej poshtë prej qiellit dhe arriti deri tek unë. Duke shikuar me vëmendje brenda dallova dhe pash katër këmbsha, bisha, zvaranik të tokës dhe shpend të qiellit. Dhe dëgjova një zë që më thoshte: Pietër, qohu, therr dhe ha. Por unë thash: kurse si o Zot, sepse nuk më ka hyrë kurrë në gojë asgjë e papastër ose e ndotur. Por zëri mu përgjigj për të dytën herë nga qielli: gjërat që Perëndia i ka pastruar ti mos i bëj të papastra. Dhe kjo ndodhi 3 herë, pastaj gjithçka u tërhoq përsëri në qiell. Në po atë moment, 3 njerëz që i pata dërguar në Cezare u paraqitën në shtëpinë ku ndodhesha unë, dhe fryma më tha të shkoj me ta pa pas kur farë ngurrimi. Me mua erdhen edhe këta 6 vëllezër dhe kështu hym në shtëpinë e atij njeriu. Ai na tregoi se si kishte parë një engjëll që u paraqit në shtëpinë e tij dhe i tha: dërgo njerëz në Jope dhe thirrë Simonin të mbiquajtur Pietër. Ai do të thotë fjalët me anë të cilave do të shpëtohesh ti dhe gjithë shtëpia jote. Sa po kisha filluar të flas, kur fryma e shenjtë zbriti mbi ta, sikur se kishte zbritur në fillim mbi ne, atëherë mu kujtua fjala e Zotit që thoshte: gjoni pagzoj me ujë, por ju do të pagzoheni me frymën e shenjtë. Nëse Perëndia pra u dha atyre të njëjtën dhuratë që kemi marrë ne, që besuam në Zotin Jezu Krisht, kush isha unë që të mund t'i kundërvihesha Perëndisë? Si dëgjuan këto fjalë, ata u qetësuan dhe përlëvdonin Perëndin duke thënë: Perëndia pra edhe jo hebrejvet u dha pendesën për t'u dhënë jetën. Ndërkaq ata që ishin shpërndar për shkak të përndjekjes që nisi me Stefanin, arritën deri në Feniki, në Çipër dhe në Antioki, duke mos ia shpallur fjalën asnjë tjetri përveç judejvet. Por disa prej tyre me origjinë nga Çipër dhe nga Kirena, kur arritën në Antioki, filluan të flasin grekvet, duke shpallur Zotin Jezus. Dhe dora e Zotit ishte me ta, dhe një numër i madh besoi dhe u kthye te Zoti. Lajmi i kësaj, domethënë, arriti në vesh të kishës që ishte në Jeruzalem, dhe ata dërguan Barnabën që të shkonte deri në Antioki. Kur ai arriti, shikoi hirin e Perëndisë, u gëzua dhe i nxiti të gjithë të qëndrojnë bashkë në Zotin, me dëshirën e zemrës, sepse ai ishte njeri i mirë, plot me frymë të shenjtë dhe besnik, dhe një numër i madh personash i ushtua Zotit. Pastaj Barnaba u nis për në Tars për të kërkuar Saulin, dhe si e gjeti e çoi në Antioki.
Dhe plot një vit, ata u bashkuan me atë kish dhe mësuan një numër të madh njerëzish. Dhe për të parën herë në Antioki, dishepujt u quan të krishterë. Amen, fjalën e Zotit. E madhe vepra e Perëndis e para programatizuar dhe e para njohur për para krijimit të botës nëpërmjet Jezu Krishtit. Në mënyrë që pas ringjalljes dhe rrëmbimit në 33-shin pas Krishtit, që u rrëmbye në qiell Krishti, dhe kur i vizitoi fryma e shenjtë dishepujt në kishën e parë apostolike, në katën e sipërm, në 35-ën tani pas Krishtit, vun duart dhe qerotonisën dhjakët, sepse ishte nevojshme, dhe në 35-ën gjithashtu pas Krishtit pra, Zoti zbuloi Stefanin, që ishte plot me forcë dhe me besim të frymës të shenjtë dhe bënte shenja dhe mrekulli të mëdha në popull. Por judenjt e vran me gur Stefanin dhe nga aty vazhdoi përndjekja e madhe e kishës, aq sa të gjithë të krishterët, që ishin 3.000 veta, mbas edhe 5.000 veta, u shpërndan në vendet e Judes, të Samaris, përveç apostujve. Kjo u bë në 35-ën pas Krishtit. Në 37-ën, shikoni tani sa i bukur është plani i Perëndis dhe se si shtjellohet. Për këtë arsye, të dashur vëllezër dhe motra, mesazhi është se vepra e Perëndis në jetën tënde nuk është i njëjtë për herë, por shtjellohet. Por kur ti qëndron në urdhrin e mbretit, atëherë do të njofësh edhe kohën, edhe mënyrën, dhe nuk do të ketë dobësi në jetën tënde për vetëm bekim. Në 37-ën në Krishtin, pas Krishtit më falni, përndjekja e madhe u bë pas domethënë vrasjes me gur të Stefanit, dhe Sauli mori vendim që të shkojë të vizitoj Damaskun, në mënyrë që të arrestoj të krishterët dhe t'i sjell të lidhur në Jeruzalem, që t'i burgos dhe t'i keq shtrajtoj. Për gjatë udhës për në Damask, e vizitoi Zoti dhe me një dritë më të fortë se të diellit e vërboi, e hodhi poshtë, e përuli dhe i foli: Saul, Saul, përse më përndjek? Dhe apostulli Paul, i habitur, i verbër, plotësisht i përulur, poshtë kalit të tij, kishte humbur plotësisht çdo forcë që kishte. Pyet dhe thot: kush je ti, o Zot, të cilin unë përndjek? Dhe me habi të madhe dëgjoj duke thënë se unë jam Jezusi që ti përndjek, dhe e vështirë është të godasesh mbi gjemba, të shqelmosh mbi gjemba. Dhe në vend, nga që ishte i ndërgjegjshëm apostulli Paul, në vend ndryshoi zemra e tij, mendoi se ai i përndiqte heretikët, por tani e kuptoi se Jezu Krishti është i ringjallur. Nuk i ndiqte tani më të krishterët, por ndiqte Krishtin atëherë në mendjen e tij. Dhe thirri Zot, i thirri Zotit, dhe kërkush nuk mund t'i thot Zotit Zot, vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe thot: Zot, çfarë duhet të bëj? I thot: shko dhe prit, dhe ka për të tu thënë se çfarë duhet të bësh. Për këtë arsye këtu dua të them diçka. Mos e shif gjendjen tragjike që është sot tek një i afërm i yti, apo tek burri yt, apo tek gruaja jote, apo tek familja jote. Nuk e din se çfarë ka paranjohur Perëndia për këtë. Kush mund ta fantazonte se Sauli ishte i paranjohur apostull për të gjitha kombet? Kush mund ta fantazonte një gjë të tillë? Por ja që Perëndia këtë kishte paranjohur, këtë kishte vendosur, dhe këtë do të bëj. Në 37-ën pra, shkon edhe Anania, lutet mbi Palin, hapen sytë e tij, pagzohet me frymë të shenjtë, pagzohet dhe në ujë, dhe vazhdon të predikojë në Damask, por e zbresin
poshtë nëpërmjet një koshi për ta shpëtuar sepse ishte i rrezikshëm predikimi që bënte. Dhe Perëndia e merr dhe e çon në Arabi për 3 vjet, nga 37 në 40. Dhe aty i mësoi Ungjillin e Jezu Krishtit, që është në kundërshtim me ligjin e Mojsiut. Aty i zbuloi, aty e bëri shërptor të tin dhe përfundimisht e bëri mik të tin në mënyrë që të flasin gojarisht njëri me tjetrin. Lavdi emrit të Zotit. U kthye derisa dëshmon ai vetë se ungjilli që ju predikoj nuk është njerëzor, por vetë Zoti ma mësoi, kthehet në Jeruzalem dhe vendos të flas, përsëri rrezikohet dhe Zoti e dërgon mbrapa në Tars në vendlindjen e tij për 4 vjet. Por për këto 4 vjet Perëndia do të bëjë përsëri vepra të mëdha. Dhe vepra vazhdon në 43-shin pas Krishtit. Në 40-ën shkojnë në Tars, në 43-shin pas Krishtit pra, me një Kornel, shiko tani se çfarë bëri. Me një Kornel që ishte njeri i ndershëm dhe kishte frikën e Perëndisë dhe kishte 2 karakteristika bazë që me hirin e Krishtit i kërkojmë edhe ne. Bënte shumë lëmosha dhe lutej për të gjithë tek Zoti. Për këtë arsye, edhe Perëndia e zgjodhi që ta përdor për të bërë një vepër të madhe. Të përdor nga njëra anë Kornelin, kurse nga ana tjetër apostullin e parë Pietrin, që të njohin të gjithë se ungjilli i Jezu Krishtit, sipas misterit të Perëndisë që është i madh, se Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frymë nëpërmjet ringjalljes së tij. Perëndia u shfaq pas ringjalljes së tij tek engjëjt, por u predikua Krishti tek kombët dhe u besua nga kombët dhe përfundimisht do të lavdërohet me rrëmbimin e kishës që do të merret dhe të rrëmbehet në mënyrë të lavdishme. Kështu pra të dashur vëllezër dhe motra, tani hym në çështjen serioze të shëndërimit të Pietrit, por edhe të gjithëve të judejve të rrethprerë, të cilët kishin bazë ligjin e Mojsiut, duke qenë të sigurt se ndalohej që të rrethprerët të shkojnë në shtëpitë të pa rrethprerëve, të shkojnë të hanë apo të bëjnë shoqëri me ta. Ishte gjë e ndaluar nga dhjata e vjetër, nga ligji i Mojsiut. Mirë bënin në dhjatën e vjetër sepse duhet të ishin të veçantë populli i Perëndisë, pra Izraeli, nga popujt e tjerë. Por tani futemi në një gjendje ndryshimesh. Dhe ky është mesazhi i madh vëllezër dhe motra. Do të hysh edhe ti, vëlla dhe motër, në ditët e fundit dhe kisha jon në një gjendje të ndryshimeve të mëdha. Përse? Sepse në ditët e fundit, kështu më tha Zoti, nuk do ta them tani, do të bëhet rimëkëmbje e madhe frymërore, do të bëhet shpëtimi shumë shpirtrave, sepse është shkruar se do të mbushet shtëpia ime. Dhe dërgoi shërptorin e vet në sheshet dhe i thot silli të gjithë, të verbër, të qalë, të paralizuar, dhe ka vend akoma, thot, shko në për ledhe, në për ara, në për toka, dhe detyroj ato, do me thënë ke, lebrozët dhe të demonizuarit, të vinë, sepse është nevoja të mbushet shtëpia ime. Në ditët e fundit do të mbushet shtëpia Perëndisë të gjallë, që është, kush është shtëpia Perëndisë të gjallë? Është kisha e Jezu Krishtit, kisha e Perëndisë. Dhe jo këtu, por në të gjithë faqen e dheut, sepse ungjilli i Jezu Krishtit do të predikohet në të gjithë botën për dëshmi dhe për shpëtim dhe pastaj do të vijë fundi. Ndryshime të mëdha vëllezër dhe motra. Për këtë arsye, ki kujdes, mos të mpakesh. E din çfarë do të thotë kjo? Mos e humb shpresën tënde.
Lum njeriu që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. Ai është njeriu i bekuar që shpreson në Zotin dhe vetëm në Zotin. Çfarë të bëj? Gjëra të mëdhaja, ato që i bën Krishti, nuk mund t'i kuptosh ti. Nuk mund t'i njofesh ti, nuk mund t'i parashikosh ti dhe as nuk mundesh as t'i profetizosh ti, sepse profetizojmë sipas masës së besimit ton, pra nuk mund t'i besojmë. Për këtë arsye sot të ikim të gjithë të mbushur me zemrën tonë me shpresë, jo të pa shpresë, jo të mpakur, jo të dobësuar. Jezu Krishti është ai që do të të ngushëllojë, duke vepruar dhe bërë gjëra të mëdhaja. Jezu Krishti është ai që do të të jap forcë të qëndrosh ashtu sikur duhet, dhe Jezu Krishti është ai që do të mbështesë që të mos mpakësh, me një kusht. Lum njeriu që shpreson në Krishtin dhe vetëm në Krishtin. Mos u mpak. Ma është tragjike gjendja, asgjë nuk është. Malin e madh, këta e shesh është për ty, fush është për ty. Mali i madh, si do ta tejkaloj? Një fush është për ty. Asgjë nuk është për ty. Dhe t'u them edhe një vegim që më kishte treguar Perëndia përpara vitesh. Ishte përpara meje një mal i madh. Dhe kisha forcë të madhe dhe vazhdova të ngjitesha në të, duke vrapuar dhe nuk lodhesha. Por shikoja lart dhe ishte shumë larg maja ati malit. Vrapoja, por ishte shumë larg. Vrapoja e dia në fund se s'do t'ja arri kur majës. Dhe dëgjova zërin e Zotit, jo kështu, por ndryshe. Dhe them ç'është kjo? Dhe papritur vinë dy si krah, si turbina në kurrizin tim, më morën dhe forca frymës të shenjtë kjo. Dhe për një sekond u gjenda në majët ati mali. Të dashur vëllezër dhe motra, këtë mesazh më dha Perëndia sot. Jo kështu, por ndryshe. Jo me logjikën tënde, me mendimin tënd, me mundësinë tënde. Jo, por vetëm me forcën e frymës të shenjtë do të arrish në majët të malit. Vetëm me forcën e frymës të shenjtë. Por si do ta kesh forcën e frymës të shenjtë? Duke shpresuar në Krishtin dhe vetëm në Krishtin. Kjo është shpresa jonë. Patjetër, kusht i domosdoshëm është që përuluni në krahun e fuqishëm të Zotit dhe Zoti është ai që ka për të të lartësuar në kohën e tij, por me një kusht. Kini kujdes këtë kushtin, vëllezër dhe motra. Çdo shqetësim tonin ta hedhim tek ai, sepse ai interesohet për ju. Ju kujtohet çfarë i tha Abrahamit? Unë jam mbrojtësi yt. Unë jam ai që të ruaj. E beson, e shpreson, t'ja kërkosh. Dua, o Zot, të më zbulosh se ti je mbrojtësi im, ti je mësuesi im dhe drejtuesi im, ti je Zoti im dhe Perëndia im, dhe akoma që të vim në temën tonë, ti je mbreti im që do të nënshtrohem. Kështu pra, këtu vazhdon vepra e Perëndis me këtë Kornelin. Ja dëgjoni, me Kornelin, me Romakun, ma del përpara bën u dëgjuan thot lutjet tua dhe lëmoshet tua, që në Job të thrasin Pietrin që të thot fjalë me të cilat do të shpëtohesh, dhe nuk hezitoi Korneli. Dhe dërgoi njerëz në Job tek Pietri, por kur po shkonin, Perëndia kishte para përgatitur zemrën e Pietrit. Në drek, sepse lutej 3 herë në ditë Pietri. Në mesditë pra, shkoi të lutet dhe e zuri uria. Dhe ndërsa po lutej dhe ishte gati të zbriste poshtë për të ngrenë, kishte dalë në katin e sipërm dhe lutej. Dhe ndërsa ishte gati ushqimi, i uritur pa vegimin, pa një si qarqaf,
i lidhur në të 4 cepat dhe brenda këtij çarçafi të gjitha kafshet, zvaranikët të tokës, shpendet të qiellit, dhe dëgjoj zërin e Zotit duke thënë: Pjetër, qohu, therr dhe ha në ta. Dhe i thot: mos u bëft kjo o Zot, sepse unë s'kam hëngër gjë të papastër kurrë. Ato që unë i kam pastruar ti mos i quaj të papastra. Qohu, therr dhe ha, i tha. Dhe kjo i tha 3 herë që të bente. Dhe kur mbaroi ky vegim, unë gjit pra çarçafin në qiell, mendonte dhe thoshte: ma ç'është kjo? Dhe në atë moment dëgjoj të tharrasin nga poshtë: a banon këtu dikush që quhet Simon Pjetër? Dhe i thot fryma e shenjtë: janë 3 poshtë dhe të kërkojnë. Të shkosh me ta. Shko dhe mos hezito të shkosh me ta. Njerëz jo hebrejnë, të parathprerë ishin. Shko, thot, dhe mos hezito që të shkosh me ta. Dhe zbriti Pjetri dhe thosh: të kërkoni? Thot Pjetrin: unë jam, u thot. Eja thot sepse Korneli, dhe i treguan çfarë kishte ndodhur me Kornelin. Dhe merr me vete edhe 6 vëllezër. Shkojnë ditën tjetër në shtëpinë e Kornelit. Dhe shohin numër të madh njerëzish që e prisnin të shkonte pra Pjetri. Të shkonte për të dëgjuar fjalë të jetës të përjetshme që do të shpëtoheshin, sikurse u tha engjëlli. Dhe Pjetri nuk hezitoi që të shkonte me ta, sepse i tha fryma e shenjtë: shko dhe mos hezito të shkosh me ta. Shko dhe mos hezito. Dhe vazhdoi të predikoj, dhe ndërsa akoma predikonte, bie fryma e shenjtë në të tek ata që dëgjojnë dhe u pagzuan të gjithë me frymë të shenjtë atë ditë. U habit Pjetri. Po, ç'është kjo që po bëhet? Dhe thot: nëse se Zoti i pagzoi këto me frymë të shenjtë, kush jam unë që t'i pengoj të pagzohen në ujë? Dhe i urdhëroi të gjithë sa ishin pagzuar me frymë të shenjtë të pagzoheshin në ujë në emër të Atit, të Birit dhe të frymës të shenjtë, në faljen e mëkateve. Lavdi Perëndis. Dhe tani do të vazhdoj peripetja para dhe plani i Perëndis. U kthye dhe të rrethprerët e thrasin Pjetrin dhe vazhduan ta vënë me të, duke thënë: ma çfarë bëre Pjetër? Shkove në shtëpinë e të parrethprerëve, u fute brenda, hëngre me ta dhe qëndrove me ta. Dhe apostulli Pjetër nuk egërsohet për këtë, por thjesht i shpjegon. Kur i shpjegon do të thotë se u përul, duke dëshmuar dhe duke u thënë të gjithë sa kishin ndodhur ato ditë. Dhe ato njerëz kur dëgjuan të thënat e Pjetrit, u habitën, edhe ato kur dëgjuan se Zoti i pagzoi me frymë të shenjtë. Ma kush jam mund të pengoj Perëndin derisa i pagzoi me frymë të shenjtë, ti pengoj dhe të pagzohen në ujë. Kur dëgjuan se u pagzuan në ujë, atëherë të habitur than: atëherë pra edhe tek kombet Perëndia ju dha pendes në jetë. Tani më gjithçka është gati për veprën e Perëndis me palin që do të dërgonte tani më tek kombet. Pas vrasjes më gur të Stefanit, u shpërndan të gjithë përveç apostujve. Ato që u shpërndan, thot fjala e Perëndis, kaluan në Fenike, në Qipro, në Antioki dhe nuk i flisnin të tjerëve përveç judejvet. Por ja që Zoti ngriti në zemrat e tyre një Qipriot, Kirineas, që erdhën në Antioki dhe vazhduan të evangjelizojnë grekët. Dhe jo vetëm kjo, por edhe shumë njerëz, turma, që morën lajmin e mirë, u kthyen tek Zoti. Pra këtu vazhduan mrekullitë, ndryshimi i madh. Dhe bëhet një kishë e madhe në Antioki. E mësuan në Jeruzalem, dërguan Barnabën dhe Barnaba mbeti me një surprizë, duke thënë: ma ç'është kjo? Turma njerëzish i shtoheshin Zotit, jo hebrejnë, të parrethprerë pra në Antioki, në kishën në Antioki. Dhe u ndje i vetëm Barnaba dhe kërkoi ndihmë. Ishin shumë të shpëtuarit. Dhe nga që ishte afër Tarsi, afër Antiokis, ju kujtua Pali. Dhe kështu shkon tek ai dhe i thot: Pal, eja të më ndihmosh në Antioki.
sepse Perëndia po bën mrekulira atje në atë vend. Shpëton jo hebrenj, eja të shofësh një kishë të madhe që beri Perëndia në Antioki, eja të shohësh dhe të mrekullohesh. Dhe Pali nuk hezitoi, sepse I kishte thënë Zoti se do të bëj apostull të kombeve, kur shkoi Anania dhe pastaj në vazhdim. Dhe kishte zbuluar se do të mësonte ungjillin e Jezu Krishtit dhe se çfarë duhet t'ju predikonte jo hebrejvet, jo ligjin e Mojsiut, por ungjillin e Jezu Krishtit, që është forcë e Perëndisë që shpëton çdo që beson në te. Dhe kështu shkoi në Antioki. Dhe aty Pali, Barnaba dhe të tjerë mësonin ungjillin e Jezu Krishtit. Ku e dinin? Pali mësonte. Sa bukure, të gjitha gati, dhe ju lutem shumë. Ndërsa lutesha, më falni që e them, erdhi Zoti dhe më tha, shërptori im, të gjitha I kam gati. Për të gjithë, shërptori im, të gjitha I kam gati për të gjithë ju. Dhe pyes, sot, a e beson? Unë e besoj o Zot. Sepse kështu është vepra, kjo është vepra jote. Kështu vepron Perëndia, vëllezër dhe motra, por me kë? Me ato që shpresojnë në Zotin dhe me ato që besojnë në Zotin. Por që ta them të plot, ta nuk mbetet tjetër përveç besimit, shpresës dhe dashurisë dhe më e madhja nga kjo dashuria. Të dashur vëllezër dhe motra, sido që të jetë gjendja jote, I ri apo I mëshuar je, në moshë të mesme, I martuar apo I pa martuar, sido qoftë gjendja jote, Zoti tha se të gjitha I ka gati. Për këtë arsye mos ki frikë, vetëm beso. Ju kujtohet se çfarë I tha Jairos, kur I thanë se vdiq fëmija jit. Jo, thot, të gjitha I kam gati, thot Zoti. Cila është kërkesa jote dhe që është gati? Do të vi unë, ma vdiq, por unë do të vi që ta ringjall. Do ta ringjalli, vëllezër dhe motra. E din çfarë do të thotë ringjallje të vdekurvet? Ka dy vdekje, vdekja fizike që ndahet shpirti nga fryma dhe e dyta dhe e tmerrshmja, ndarja e njeriut nga Perëndia. Por Zoti mund të bëj ringjallje edhe në të dyja rastet. Ringjallje nuk bërë dhe në ty dhe në mua, nuk na ringjalli nga të vdekurit. Unë isha ortodoks, me kandile, me lampa, me figura, me ikonës, çdo mëngjes pija shejtërim, pija ujë të bekuar. Dhe kishte edhe zën myk, dhe më thoshte gruaja mos pi, se do të pësosh gjë. Dhe më thoshte, I thoja, unë do të pi, por ki kujdes mos pi shti që të pësosh gjë. Lavdi Perëndis, më ringjalli Perëndia. Dhe nuk jam unë më I mirë nga ai që pret, nga ato që presim t'i ringjallë Zoti. Shpëtim të madh do të bëj Perëndia në ditët e fundit. Sepse është e shkruar dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë, se duhet të mbushet shtëpia ime. Dhe shtëpia e Perëndis, që është kisha e Perëndis, do të mbushet nga të tonët, vëllezër dhe motra. Nga të tuajt. Për këtë arsye ju lutem shumë. Dëgjojeni edhe një herë tjetër. Shërptori im, mos ki frikë se unë I kam gati të gjitha. Amen, fjalës të Zotit.